E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn mori pjesë në ceremoninë e mbylljes së trajnimit të udhëhequr nga FBI për hetuesit e SPAK, Byros Kombëtare të Hetimit në Akademinë e Sigurisë. Van Horn përmendi gjatë fjalës së saj se do të ndjek me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri për të forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve, si SPAK, BKH dhe Akademia e Sigurisë. Kushdo që ndjek ambasadën e Shteteve të Bashkuara këtu në Shqipëri, e di se lufta e krimit të organizuar dhe trafikimit të narkotikëve janë përparësi kryesore për ne. Dhe kur presidenti Trump bëri thirrje për eliminimin e plotë të krimit të organizuar ndërkombëtar, ai nënvizoi se këta kriminal përdorin sjellje të ndërlikuara të përshtatjes, duke krijuar kërcënime të pazakonta dhe në zhvillim për sigurinë tonë kombëtare. Dhe siç tha sekretari Rubio, organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikimin e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, ku këto grupe po destabilizojnë shtetkombet dhe po i çojnë në emigrim masiv. Ne do të ndjekim me këmbëngulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve, si SPAK, BKH dhe Akademia e Sigurisë. Rrjetet kriminale, përfshirë grupet shqiptare që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine të përmendura nga sekretari Rubio, përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave. Sikurse e keni parë përmes këtij kursi, këto krime po mundsohen nga teknologjitë moderne. Në mbyllje të fjalës së saj, e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, theksoi se përmes këtij trajnimi tashmë ka mjete të reja hetimore dhe aftësi analitike për të shfrytzuar të dhënat celulare në hetimet penale. Kjo i përmirëson hetimet duke siguruar gjithashtu respektimin e standardeve më të larta ligjore dhe etike, që do të çojnë në më shumë ndjekje penale dhe dënime më të forta të pjesëtarëve të krimit të organizuar, e mbylli fjalën e saj Van Horn.